Kthehemi në studio, flasim tani për zhvillimet ndërkombëtare që lidhen edhe me Kosovën për të diskutuar. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë analistin Lulzim Veliu. Lulzim, shumë faleminderit, kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë, unë po nis bisedën nga Asambleja e OKB-s, ku Kosova ka patur disa elementë të rëndësishëm. Presidenti Osmani ka takuar sekretarin e shtetit Rubio, një takim ngjashëm e ka patur edhe ministrja e jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali. Sa e rëndësishme është diçka e tillë, nuk ka qenë, po themi, një takim zyrtar dhe i planifikuar, mund të ketë qenë një bisedë, por gjithsesi takimet të tilla sigurisht që e përforcojnë marrëdhënien bilaterale mes dy vendeve. Unë mendoj se çdo takim me personalitete apo figura të politikës amerikane apo edhe evropiane janë shumë të rëndësishme për Kosovën, e sidomos në situatën në të cilën jemi mirë, po edhe një gjë nuk duhet harrojmë se pas sa vite Kosova ka mbetur në takimet e korridoreve të OKB-s apo të takimeve të tjera të rëndësishme që i zhvillojnë vendet anëtare të OKB-s, ndërsa Kosova është pjesë e korridoreve dhe ndjekjes së një takimi apo një fotografie për ta bërë si ka ndodhur shumë herë të kaluar. Në rrjetet sociale, Lulzim, u përmendën dhe takimet e Thachit, mos gaboj, me Pompeon dhe me ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton, që ishte një pritje në departamentin e shtetit, apo jo? Ka qenë një lloj ironie me qeverisjen e vetëvendosjes? Në të kaluarën ka pasur zhvillime më të rëndësishme dhe sikur ne gjithë e di marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe Shtetit Bashkuara të Amerikës, por edhe Shtetet Evropiane në këtë rast kanë qenë në nivel shumë më të lartë se që janë në këtë periudhën e fundit, në këtë 5 vjeçare në fundit të qeverisjes aktuale, qeveri e cila në krye të diplomacisë ka vendosur një njeri i cili me të gjitha mund të bëjë diçka mirë, por sa i përket diplomacisë është një zero me shufra. Po do të thonë që për 5 vite me radhë diplomacia kosovare ka qenë në gjumë. E vetmja ajo që ka zhvilluar ndonjë takim zyrtar amerikan apo edhe evropian është zonja Osmani, që jo për shkakun e aftësisë dhe të diplomacisë së saj, po për shkakun se ata zyrtarët amerikanë dhe evropian janë në hall se kën mund dhe duhet ta takojnë në Kosovë, pasi që po shihet mirëfilli, sidomos pas vendimit të fundit të qeverisë amerikane për ndërprerjen e marrëdhënieve për dialogun strategjik me Kosovën. Kjo dëshmon edhe një herë se në çfarë situatë dhe në çfarë gjendje është diplomacia kosovare në tërësi e qeveria aktuale në veçanti. Pra, unë mund të them se këto janë ditët më të vështira që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës e deri më sot. Asnjëherë Kosova nuk ka qëndruar më keq në arenën ndërkombëtare se që është në momentet e tashme. Në një takim të madh, çfarë ishte ai në OKB, aty ku zonja Osmani takoi sekretarin e shtetit, kushdo që kishte qenë nga ne pjesëmarrës në atë takim ka pasur mundësi të takoj zotrin në fjalë, por edhe të bëjë një fotografi me të. Kjo nuk mund të vlerësohet për asnjë gjë tjetër vetëm sa për thënë se ja që ne po bëjmë diplomaci dhe ne po bëjmë takime. Nuk kemi sa kohë ka kaluar që Kosova nuk ka asnjë ftesë zyrtare për takime me personalitetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është e tmerrshme. Përderisa Kosova ka ndërprerë marrëdhëniet me Amerikën, apo Amerika i ka shkëputur këtë marrëveshjen për dialogun strategjik, ndërsa në ndërkohë kemi informacione se një gjë të tillë tani është duke e zhvilluar dhe duke kërkuar që Serbia të bëhet pjesë e një marrëveshje të tillë. Unë nuk di si mund të vlerësohet më keq se kaq. Lulzim, ka patur një përplasje në distancë të dy presidentëve. Kanë fjalën për presidentin e Shqipërisë, Bayram Begaj, dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Nga foltorja OKB-s,
të dy kanë shprehur qëndrime të kundërta për Kosovën. Begaj shprehu pendesën që Kosova nuk është ende pjesë e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s dhe shprehu keqardhje që nuk ka një ndenjse në sallën e Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, Vučić vijoi ta konsideronte Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Si pe deklaratat, çfarë të bën përshtypje? Deklarata e presidentit serb Aleksandar Vučić është një retorikë e përsëritshme her mbas hershme e pothuaj e çdo takimi të Kombeve të Bashkuara. Ndërsa në anën tjetër presidenti Begaj, unë mund të them se vetëm po e kryen detyrën kushtetuese që e ka kundrejt qytetarëve të Kosovës dhe kundrejt pjesës tjetër të kombit që është jashtë territorit të Shqipërisë. Pra, jo vetëm tani zoti Begaj, por një gjë të tillë është bërë në vazhdimsi nga shteti shqiptar dhe unë mendoj se ata po e kryejnë detyrën e tyre, po kërkojnë nga vendet anëtare që kemi njohje sa më shumë për Kosovën, po kërkohet që të sigurohet një vend në OKB për Kosovën, një vend i merituar për Kosovën, pra se të jetë pjesë e OKB-s, ndërsa në anën tjetër është ajo Vučići me atë retorikën e tij, i cili është në hall të madh shkreti, jo vetëm me Kosovën, por edhe me ato protestat dhe me atë valën e madhe që e ka brenda vendit të tij dhe në një farë forme është ajo politikë populiste që mundohet ta shfrytëzoj për konsum të brendshëm në momentet e tij të fundit, pasi që edhe vetë ka deklaruar se nuk do të kandidoj për një post të ri të presidentit, mirë po unë mendoj se zoti Vučić nuk do të arrijë të mbarojë këtë mandat të presidentit, pra do të largë, me pas gjithë këtij presioni që është duke bërë, do të detyrohet të dorëhiqet apo të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë, Lulzim, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara për Kosovën vijon të mbetet jo në nivele të kënaqshme. Patëm më herët, po themi, ndërprerjen e dialogut strategjik, gjithashtu Departamenti i Shtetit vlerëson se Kurti e ka tejkaluar vijën normale të bisedimeve. Sa do të zjas kjo situatë, sepse çdo ditë që kalon kam përshtypjen është në dëm të Prishtinës zyrtare. Patjetër që është në dëm dhe kjo do të vazhdoj si e tillë deri në momentin kur në krye të Kosovës apo të qeverisë të vinë njerëz të përgjegjshëm të cilët do të mendojnë shumë seriozisht për marrëdhënien e Kosovës me Shtetet e Bashkuara, por edhe me aleatë të tjerë. Nuk është problemi vetëm me Shtetet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërprejnë marrëdhënie strategjike. Mirë, marrëdhëniet pra është ndërprerje për dialogu strategjik. Mirë po në anën tjetër mos harrojmë se Kosova është në sanksione tani 2 vite nga Bashkimi Evropian dhe kjo e tregon qartë politikën dështuese të Kosovës dhe të diplomacisë kosovare, atë që e thash edhe më herët. Unë mendoj se është momenti i fundit kur subjektet tona politike dhe aktorët kryesorë në politikën e Kosovës të marrë, të kthehen përgjegjësisë, të marrë detyrimet e tyre dhe sa më parë që është e mundur të krijohet një qeveri e cila si detyrë palësore të saj do të merr përmirësimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara dhe ndoshta më mirë do të ishte një vizitë zyrtare e para të jetë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të takuar dhe për të parë se ku jemi me këto marrëdhënie në mënyrë që të bëhet gjithçka çka është e mundur për të përmirësuar këto marrëdhënie, se Kosova është produkt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra shteti i Kosovës është produkt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas me partnerët e tjerë. Ne dimë se pikërisht janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që këmbgulën që në çdo mënyrë të bëhet bombardimi i Serbisë pas atij agresioni nga asaj lufte që ishte atij terrori që ushtruar mbi popullatën e Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato që ndihmuan Kosovën drejt shtetformimit dhe shpalljes së pavarësisë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato që sollet më se 90% të njohjeve që sot i ka Kosova. Lulzim, ka patur dhe përpjekje nga presidentja Osmani, kjo e fundit në një takim me zyrtaren e lartë të BE-s Kaja Kallas, ka kërkuar heqjen e sanksioneve të cilat ti i përmende. Megjithatë, kam përshtypjen që duhet korrigjuar arsyeja sepse u vendosën sanksionet në radhë parë, pra duhet të jetë Kosova që duhet bëj hapa reflektues apo jo? Po jo vetëm hapa që Kosova duhet të bëjë reflektues në atë drejtim për të shkuar drejt heqjes së sanksioneve, por një gjë nuk duhet të harrojmë,
se sankcionet vendosen në unanimitet të plotë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërsa sot brenda Bashkimit Evropian kemi 5 vende që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në qoftë se edhe do t'i kryejë të gjitha obligimet Kosova, që është kërkuar pra për të hequr ato sanksione, unë jam më i sigurt që disa nga ato vende që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës do të hezitojnë për të dhënë votën pro heqjes së sanksioneve kundrejt Kosovës. Dhe pikërisht kjo është një arsye më shumë që Kosova duhet të jetë e kujdesshme në veprimet dhe politikat e tyre në mënyrë që të mos shkojmë drejt sanksioneve, por të jemi ata që i kryjmë detyrimet, të jemi ata që jemi në një koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara, me vendet e Bashkimit Evropian, se pa ato nuk do të arrijmë asnjë gjë dhe nuk do ngelemi ashtu si një zonë, si ghetto zonë çfarë është Kosova tani e rrethuar nga të gjithë që askush nuk e ka marrëdhënie me asnjëri të ta. Marrëdhëniet e mira se nuk duhet edhe një gjë duhet harrohet. Kosova edhe me Shqipëri nuk i ka marrëdhëniet e dëshiruara, pra. Përkundër të gjitha mirat që i ka bërë shteti shqiptar dhe i bën në vazhdimsi kundrejt Kosovës marrëdhëniet në mes të dy qeverive, po themi se në mes të popujve dhe vendeve unë i vlerësoj se janë ato siç kanë qenë, por marrëdhëniet në mes të Kosovës, të qeverisë së Kosovës me atë të Shqipërisë nuk janë askund. Kur është të dashur që të shfrytëzohet momentumi politik apo pozicioni diplomatik që sot e ka Shqipëria në arenën ndërkombëtare. Një gjë e tillë nuk është menduar asnjëherë të shfrytëzohet nga pola kosovare, por është parë me shumë ironi. Dhe kjo e bën edhe më të keqe situatën për vendin tonë. Lulzim, si do të konkludohet gjyqi i komandantëve në Hag? Në javën e fundit kemi parë dëshmi nga funksionar me prestigj të Amerikës, përfshirë James Rubin. Po unë mendoj se tani jo vetëm që mendoj, por gjyqi jemi në fazën përfundimtare, pra në fazën kur po dëgjohen dëshmitarët e të akuzuarve, dhe unë mendoj se nga ajo çfarë kemi parë deri më tani, dëshmitë e zyrtarëve amerikanë, anglez që kanë dëshmuar deri më tani, do të ndryshojnë shumë në mendjen e gjyqtarëve dhe në gjithë vendimin çfarë do mirët për përfundimtar, po flasim për vendimin përfundimtar. Pra ato është dëshmuar edhe një herë katër sipërisht se pjesëtarët të cilët janë të kapur nga gjykata speciale nuk kanë të bëjnë me një forcë të organizuar kriminale çfarë është munduar gjatë gjithë kohës të paraqitet, e si rrjedhoi ajo forcë kriminale po del të jetë ushtria sirrimtare, por ushtria sirrimtare është një forcë e cila është detyruar të krijohet dhe të mbrojë fillimisht familjet e pastaj edhe të luftoj për çlirimin e vendit. Pra, është llogaritet si një nga gueridjet më të suksesshme në botë, një nga gueridjet e cila ka bërë përkundër mungesës të fuqisë dhe armatimit të saj, ka bërë një luftë shumë të pastër dhe si e tillë ka marrur edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka marrur mbështetjen e aleancës më të madhe botërore, pra, dhe për herë të parë pas 50 vitesh ajo aleancë ka bërë një intervenim kundër një vendi sovran, pra në atë kohë ish Jugosllavisë. Dhe si e tillë ata dalin të gjithë se janë të papajshëm dhe duhet një ditë sa më parë të lirohen dhe të kthehen familjeve dhe Kosovës. Familjeve të tyre dhe Kosovës. Dhe pyetja e fundit, Lulzim, kur do të kemi një qeveri funksionale në Kosovë? Po, kjo është shumë vështirë për të thënë, pasi pej problematikave politike, politikanet vjen munduar që këtë problem ta kthejnë në një problem juridik. Dhe me muaj të tërë jemi duke u marrur me gjykatën kushtetuese dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne të gjithë dimë se me datën 30 shtator duhet pritur vendimi tjetër i gjykatës kushtetuese, gjë për të cilën ne kemi nuk e dim se si do të jetë dhe çfarë do të jetë ai vendim. Unë uroj që një gjë e tillë të bëhet sa më parë që është e mundur. Kosova ka nevojë për qeveri, qytetarët e Kosovës kanë nevojë për qeverisje dhe situata e tanishme gjeopolitike e bën
edhe më të nevojshme që Kosova të mobilizohet dhe sa më parë edhe të merë detyrimet e saj kundrejt gjitha asaj çfarë është duke ndodhur rreth e përqartë Kosovës. E qartë, Lulzim, falenderoj shumë që ishe me ne, shumë kënaqësi të bisedonim. Faleminderit, kënaqësia është ime. Mirë që ishim me zotin Lulzim Veliu se i takon një seri e zhvillimesh nga arena ndërkombëtare që prekin natyrisht edhe Kosovën, duke përfshirë edhe qëndrimet që janë shpalosur në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Unë ju falenderoj shumë që ishim me ne në këtë transmetim gati 3 orë bashkë, do të ritakohemi nesër si gjithnjë në orën 13, deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet më të fundit. Bashkë mirupafshim.